se do thotë është një komoditet që mundna edhe pa institucion. Është temë që duhet me trajtu, ose trajton këtë. Jo. Veç shesin patriotizm për lëvë, dyta me kvalitet, me certifikim, me këto. Unë isha që të kam vëllë produkte ushqimore pa shumë se disala. Kosa e oportune që do ta paguajë Kosova në mungesë të institucione do të jetë vërtet shqetësuese, do ta bartin tek gjenerata të reja. Është krijuar një komoditet fal viteve të fundit që në Kosovë mund të jetohet pa institucione, mund të jetohet pa stabilitet politik, dhe tëra kjo vërtet është krijuar një normë apo një realitet që duhet të na shqetësojë. Është vërtet që gjithsa vendet e rajonit dhe ato evropiane po edhe më gjerë bëjnë gara për zhvillim ekonomik, për inovacion, për teknologji, për dijeni dhe për dominim në tregjet ndërkombëtare, në Kosovë është krijuar një komoditet që ne mund t'ja dalim edhe pa ekonomi edhe pa një qëndrueshmëri ekonomike që do të ndikojë në aspektin social. Janë shqetësues parametrat ekonomik në Kosovë, duke filluar nga ramja enorme investime të huaja, nga tkurja e eksportit të produkteve made in Kosova, nga mungesa një dialogu të mirëfillt me sektorit privat dhe atij publik, dhe kur krejsaj shtohet fakti që kemi një inflacion i cili vërtet çdo ditë e më tepër po shndrohet në sëmundjet kancerogjene të ekonomisë dhe po e godet drejt për drejt shportin qytetar të Kosovës, besojnë arsye të cilat duhet i prekun në ndërgjegje politikant e Kosovës pa marrë parasysh pozit apo opozit që të gjejnë vërtet një harmonizim të qëndrimeve, të bëjnë mbështet më tepër dhe jo lufta për pushtet të jetë determinant kryesore, duke dëmtuar qytetarin, duke dëmtuar ekonominë, duke e dëmtuar imazhin e Kosovës dhe mbi të gjitha duke rënduar aspektin social në Kosovë. Prandaj vërtet është e tepër të bisedohet për procese ekonomike nga ana e ekspertëve, se këto po përsëriten nga viti në vit, po hasin në vesh short, e tërë kjo kritika apo kjo rekomandim profesional po has vetëm në armiqësi dhe do thotë në penalizim, por heshtja është krim më madh dhe besoj që është koha kur duhet të ndihmohet Kosova që vërtet ekonomia të jetë prioritet, partneriteti të jetë shtyllë e qëndrueshmërisë ekonomike dhe imazhi i Kosovës të jetë aty ku e meriton dhe jo të jetë Kosova e shndruar në një vrim të zezë të Ballkanit perëndimor. Atë shumë janë grumbullu problemet ekonomike nga e kaluar që vërtet nuk mund të thuhet se çdo qeveri do ta ketë lehtë apo do ta përdor një shkop magjik për të gjithë problemet e grumbulluara. Besoj që është koha kur duhet ekonomia në Kosovë të depolitizohet. Besoj që është koha kur duhet ekspertët fushës të jenë aktor kryesor për ekonominë dhe jo gjithmonë orientimi politik të jetë ai që përcjell trendin ekonomik. Në këtë drejtim besoj që dialogu dhe partneriteti qoftë me sektorin privat, qoftë nga niveli qendror dhe lokal, qoftë mes aktorëve social, duhet të jetë prioritet, se vetëm përmes një dialogu ku lind mirëkuptimi mund të zgjidhen problemi, e jo hajde të dialogojmë dhe të vendosim si themon. Por besoj që trendet ekonomike krahasuar me vendet të rajonit janë mjaft shqetësuese. Vitin 2025 në Bosnjë dhe Hercegovinë keni pas më tepër se 9 miliardë gjysmë eksporte, në Maqedoni keni pas afër 5 miliardë eksporte, Shqipëria e ka trendin shumë pozitiv të eksporteve, Serbia ka të i kalu 34 miliardë euro dhe Kosova ka mbetë në atë cifrën magjike të afër 900 milion euro për prodhime made in Kosova. Prandaj besoj këto cifra duhet të jenë alarm për të reflektuar dhe për të dalë nga kjo zonë e komoditetit apo e konformitetit që mund të jetohet pa institucione dhe pa politikanë në Kosovë.